përdohëm që ka thot, edhe besoj se secili, jo vetëm na këtu në studio, po mbarë Kosovën një pyet, kështu thojnë. Po veç një është faktike. Të gjitha mekanizmat i ka pas kjo qeverin dorë me shpall listën sërbe pas sulmit në Banjës edhe pas sulmit në Iberlepen, si shumë pak po përmendet kove të fundit. Nuk i kemi veç një sulm, po 2 sulme. Do me thonë, nuk e kanë shpall. Keni pas gjitha mundësit e mundshme me shpall, pse nuk e shpallët? Të gjithë, unë mendoj edhe gjitha partit opozitare ju këshin qëndru mbrapa me këtë vendim. Po tash, ata po dalin të këshin qofse e këto janë ligjet në fuqi, zoti Rexhaj. Në qoftë se e? Në qoftë se e votojnë këta në pako zonën Emilia Rexhepi dhe Niksi. Nën kryetarin e... Po nën kryetarin e listës së po. Nën kryetarin në pako, se ashtu dhe thuhet që duhet. Është grupi më i madh. Është përgjigje preliminare, unë du me po a thot që shtu, ndoshta nuk është. Arbe, pse nuk e keni shpall, pra që me i ra shkurt e shqip, pse nuk e keni shpall listën sërbe? Po s'pun ta shpallin këta. Mundet më qeveria me shpall. Ajo është çështje gjykatës, zona Pranver. Këtu ka procedura, a ka ndalje pushteteve. Kushtrim a ka nis një procedurë të vetme. Se respekton ndaljen e pushteteve, ne të tjerët e respektojmë. Kushtrim, a ka nis një proces të vetëm kundër listës sërbe, se ka disa hapa për mu shpall, se nuk mundëm për një herë me shpall, po është nis një proces i vetëm. Ndaj tyne. Po ta shama lërë përgjithë. Proces hetimor për çështjen e bazës ka pas. Proces hetimor po, për shpalljen e listës sërbe për listë terroriste. Është listë terroriste? Po, për mendimin tim po, për deri sa e ka pasur në kryer atë Qiqin, po ti i ki brenda në kuvend. Edhe ti konstatove që është listë terroriste? Po s'është? Jo, nuk është shpall, këtë po e them. Po kjo është ideja. Këtë po e them, na mundemi me mendu çka dojmë, po nuk janë marrë hapat konkret për me e shpall. Ama sa po theve? Po. Unë mendoj që